Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mirë se erdhët të motra në këtë ligjërat të sirës të radhës. Inshallah sot do të vazhdojmë me marrëveshjen e Hudejbijës, është pjesa e katërt që jemi duke shpjegu dhe edhe sot domethënë ka disa ngjarje interesante që marrim shumë mësime prej këtyre ngjarjeve. Ashtu siç kemi cekur disa herë, kjo sira është mjaft e detajuar. Më thënë pak kur që po e mbajmë, duke u munduar që të përfshihen gjitha ato transmetime të cilat janë dhënë lidhur me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe po e shohim se ndoshta një ngjarje kemi pasur luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, apo të Hendekut, ka marrë më shumë se sa një ligjërat. Sidomos kjo pjesa e pasi që pejgamberi alayhis salam ka shku në Medinë, ka më shumë transmetime dhe më shumë detaje për çdo ngjarje. Ne herën e kaluar e shpjeguam domethënë se pasi që ishim bë disa tentativa për marrëveshje mes Kurejshve dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me besimtarët që ishin nisur për umre, nuk kishin arritur domethënë deri në këtë fundit që e shpjeguam, nuk kishin arritur asnjëherë që të mirën vesh. Kurejshët nuk dëshironin të lëshojnë vend edhe ta lëshojnë rrugën, domethënë që pejgamberi alayhis salam dhe sahabët të hynë në Mekë dhe ta bëjnë umrën, ashtu qysh ishte ligj i asaj kohe që çdo njeri ishte i mirëseardhur në umre, por e kishin standardin e dyfisht. Pra për muslimanët nuk dëshironin me lënë këtë gjë, disa herë domethënë u deklaruan se kishin inat që arabët e Gadishullit, arabikët, pra fiset e ndryshme arabe do t'i kritikonin dhe do t'ja u merrnin si dobësi mehkasve që kanë lshu dhe i kanë lënë muslimanët, prandaj edhe nuk dëshironin ta bënin këtë gjë. Herën e kaluar e shpjeguam se i fundit pra që erdhi dhe që pejgamberi alayhis salam e pa që do të bëhet diçka e mirë, ishte Suhejli. Pra në momentin kur e pa pejgamberi alayhis salam tha erdhi Suhejli dhe Allahu do të lehtësoj. Se vetë fjala emri Suhejl domethënë është lidhet prej fjalës lehtësim. Suhejl ibn Amr pra ishte një fisnik në Mekë prej domethënë Paris së Mekës dhe filluan domethënë ta bëjnë e bën marrëveshjen me pejgamberin alayhis salam. Herën e kaluar i përmendëm disa prej kushteve, do t'i përmend edhe tani si një përsëritje. Mirë po, ngjarja e fundit që e përmendëm në ligjëratën e fundit ishte rasti me djalin e Suhejl ibn Amr, i cili në këtë kohë ishte musliman. Pra Suhejl ibn Amr edhe pse vetë ishte në mesin e Kurejshve, idhujtarve, jo besimtarve, dy djemtë e tij kishin përqafu islamin. Djali i madh e kishte ndru anën në kohën e luftës së Bedrit, sapo ishin afruar ushtria kishte shku pa muslimanët, sepse ai e kishte pas islamin domethënë deri në atë kohë të fshehur prej babait të vet, ndërsa Ebu Gjendel deshi të shkojë edhe ai pas vllaut të tij, pasi që u kthyen në Mekë Kurejshët, por nuk e lejoi babai i tij. Dhe domethënë kishte tash 6 vite që ai e torturonte, bashkë me të tjerët e malltretonin, e mbanin në zinxhir dhe nuk e lenin që të shkojë dhe ta deklaroj islamin e vet para Muhamedit alayhis salam dhe të jetojë me muslimanët.
Uh, dhe pamja e fundit, shpjegimi i pamjes së fundit që e tham herën e kaluar ishte kur ky i lumtur që ka mbri me ik prej tyre, sepse kishte dëgjuar që muslimanët janë afër Mekës, mezi kishte shpëtu prej kthetrave të tyre dhe vjen i lumtur që të po i takon muslimanët. Dhe pikrisht atëhere ishte bërë marrëveshja, ishte dhënë fjala që do t'i përmbahen dhe çfarë tham, një pikë e marrëveshjes ishte që domethënë pika më e padrejtë në këtë marrëveshje ishte që nëse vinte kjo prej Mekës për të pranuar Islamin, vinë në Medinë, ju duhet na ktheni ata njerëz. Ndërsa nëse dikush prej juve, prej Medinës vjen në Mekë, ne s'do t'i kthejmë. Domethënë kjo ishte prej gjërave më të vështira, domethënë që i pranuan, që e kishin vështirë ta pranonin muslimanët, ta kapërdin këtë padrejti që kishte bërë. Dhe kur erdhe Abu Gjendal i lumtur që arriti te muslimanët, çfarë thot Suheli? Thot ja, ky është i pari me të cilin fillon zbatimi i kësaj marrëveshje. Pra, nuk duhet ta pranoni se për këtë, domethënë pejgamberi alayhis salam e ka bërë marrëveshje. Pejgamberi alayhis salam i lutet Suhelit, i thot ma lej, domethënë ma lejo ta marr djalin, domethënë edhe pse është djali yt, po shihet që ai ka ardhur me dëshirë shumë të madhe. Dhe Suheli nuk e lejon. Dhe pejgamberi alayhis salam i lutet prap për herën e dytë. I thot ma lej djalin, ma lej ta marr unë. Dhe prap nuk e lën Suheli dhe i lutet për herën e tretë që t'ja lejoj, që shihet këtu se sa dëmshuri kishte pejgamberi alayhis salam për një të ri që ishte domethënë musliman, edhe veç paramendoni gjendjen e Abu Gjendal që kishte hequr 6 vjet në mesin e idhujtarëve, mesin e tyre dhe babas të tij, domethënë babait të tij, që vazhdimisht ai sigurisht kishte ëndrru qysh me shku edhe me qenë musliman dhe tash po vjen para muslimanëve dhe po duhet të mbajnë marrëveshjen, të mbajnë fjalën e dhënë, këtë marrëveshje domethënë të padrejtë dhe ta kthejnë Abu Gjendal. Prandaj e kam dëgjuar një dietar duke thënë se në gjithë sirën nuk kam vrejt edhe një vend tjetër ku pejgamberi alayhis salam i lutet një idhujtari, po një njeriu, çfarëdo njeriu, qoftë edhe besimtar dhe idhujtar, në këtë mënyrë qysh ju ka lut Suhelit që t'ja lejoj Abu Gjendal që ta merr me vete në Medinë. Por Suheli nuk e lejoj, domethënë dhe atëherë pejgamberi atëherë në ndërkohë domethënë tjetër idhujtar që ishte aty Mikraz, ai i thot leje, le t'vi, domethënë mos e lut më Suhelin, por tani vetëm një gjë e ki të garantuar që nuk do torturohet më ashtu siç e kemi torturuar më herët. Domethënë dëshironte që disi të shkëputet kjo mosmarrveshje që e kishin tashmë në fillim, sa e bën paktin, sa e bën marrëveshjen e Hudejbijes, që kemi thënë se janë disa gjëra domethënë aty edhe të mira që nuk do të kenë luftë për 10 vjet e tjera dhe po don mu prish për shkak se ishte një gjendje shumë e rëndë. Domethënë për muslimanët që e shihnin një musliman që të ri që po vjen dhe po lutet mi marr dhe ata nuk po kanë çfarë të bëjnë. Pejgamberi alayhis salam domethënë po detyrohet me lënë prap në mesin e idhujtarëve, kjo ishte një pamje shumë e rëndë. Dhe kur i thot kështu, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot pasi që Abu Gjendal kur e sheh domethënë çfarë po ndodh, vërtet dhe thot o musliman, apo më ktheni te mushrikët,
Duke e parë që kam kanë bë ata mu, se dukeshin gjurmët e torturës që ja kishin bë, dukeshin trupin e tij, dukeshin edhe zinxhirët që i kishte. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thot ki durim o Ebu Gjendel, e mos u dorëzo, sepse Allahu ty edhe të tjerëve, të cilët janë si ti, të dobët dhe të pambrojtur, do t'ju gjej rrugdalje dhe lehtësim. Ne kemi lidhur marrëveshje ndërmjet nesh, ju kemi dhënë besën e Allahut dhe ata na ka dhënë besën, andaj nuk mund t'i tradhtojmë. Subhanallah, sa e prekshme është kjo deklarate e pejgamberit alayhis salam. Thënë, kjo arsjetohet një djalë i ri, një muslimani, po ju arsjetohet veç që kemi lidhë që të marrëveshje, se ndryshe, domethënë të kishim ndihmu dhe po jep shpresë se Allahu ka me ta bën një rrugdalje, ka me ta bën një lehtësim. Dhe pastaj, domethënë Omeri, që i vlonte gjaku me këtë pamje, do të shohim edhe në vazhdim se sa rënd e ka përjetu, i afrohet Ebu Gjendel dhe e kishte shpatën, domethënë e tij në brest, dhe i thot disi si fshehur azi, gjaku i tyre nuk ka vlerë. Dhe ja bënte me shenjë ka shpata, domethënë që ai ta merrte ta vriste, sepse në këtë moment ai Omeri vet nuk bënte që ai tash ta prish marrëveshjen sa e kam bë, domethënë si një musliman edhe ta vret. Mirë po Ebu Gjendel që nuk kishte ardhur fare, nuk kishte qenë nanën e muslimanëve, domethënë Medine, po tash kishte ardhur prej Mekës. Ky po në një farë mënyre po e stimulonte që ai ta merr shpatën edhe ta vret. Mirë po ai nuk e mori. Që është mirë që nuk e mori sepse ishte prish, mandej ishin inkuadru dhe muslimanë tjerë dhe ishte prish marrëveshja. Kështu që po i përsërisim edhe një herë, domethënë disa prej pikave të asaj marrëveshje, pra tham që pejgamberi alayhis salam marrëveshja ishte të kthehet në Medinë dhe mos të hyjnë këtë vit në Mekë. Pra për këtë që kishin ardhur që ta bëjnë umrën, këtë vit nuk po ju lejohet. Ndërsa thanë që vitin e ardhshëm ta vizitojnë në afat prej 3 ditësh. Pa armë, pa shpata, domethënë vetëm shpatat në këllëf, pra ato të vogla që zakonisht përdoren për të hequr ndonjë dikë, domethënë prej rrugës, e jo ato shpatat që janë tamam për me luftu. Dhe pra në marrëveshje ishte që gjatë kësaj kohe sa ata do ta bëjnë umrën vitin e ardhshëm, nuk do të kenë kurfar pengesash prej tyre. Po pikë shumë e rëndësishme ishte që do të ndërprehet armiqësia dhe ata e caktuan një afat prej 10 vjetësh. Gjatë kësaj kohe, sa është armpushimi, njerëzit kanë me qenë të lirë me qarkullu dhe do ta mbrojnë njëri tjetrin. Domethënë, nuk do të lejojnë asnjë grup që është me muslimanët, qoftë edhe përreth Medinës, që t'i luftojnë Kurejshët, përderisa janë marrë vesh me ta. Pra të gjithë ata që janë me pejgamberin alayhis salam nuk lejohet me luftu Kurejshët. Gjithë ata që janë me Kurejshët nuk lejohen domethënë me luftu pejgamberin alayhis salam dhe musliman. Pra në çdo fis që dëshiron me u bashku Muhamedi alayhis salam, mundet me u bashku, por kushti është me respektu këtë kontratë. Domethënë s'ka tash një fis mu bo me Muhamedin alayhis salam e ndërkohë me pas të drejtë me sulmu Kurejshët ose dikë që është me Kurejshët. Kështu që në anën tjetër çdo armiqësi kundër aleatëve konsiderohet si armiqësi ndaj palës që i takon. Dhe kjo pika që ishte që tha më e padrejta, ishte që ata që ikin te Muhamedi alayhis salam si musliman, pra prej Mekës
vinë e pranojnë Islamin dhe vinë në Medine të Muhamedi alayhis salam, ata duhet të kthehen në Mekë. Pra nuk lejohet që muslimanët t'i marrin edhe t'i pranojnë në Medine. Kurse ata që vinë prej muslimanëve te Kurejshët, ata nuk duhet të kthehen te muslimanët. Pra kjo pikë sidomos ishte pika më e vështirë, domethënë që nxiti shumë zemrim te muslimanët dhe që do të shohim domethënë se si reaguan. Mirë po, kjo marrëveshje në një farë mënyre dobia e saj shihet që në këtë moment, edhe pse ata nuk mund ta shihnin këtë gjë prej mllefit e mërzisë që ju është bë pa drejt, mirë po, kjo marrëveshje i ngriti muslimanët në faktor të respektuar si etnitet. Domethënë, për herë të parë prej kurejshve, po pranohen si një pajisje, se deri tash si kanë pranu, i kanë persekutu, i kanë luftu me lufta, domethënë as që e kanë konsideru mu marrë vesh me ta diçka. Ndërsa tash për herë të parë, po shihet që muslimanët janë faktor dhe me ta duhesh me bë marrëveshje në mënyrë që domethënë të ketë paqe. Prandaj kjo është arritja e parë. E pastaj do të shohim se Allahu do të jep edhe gjëra tjera. Pra, për herë të parë ata kanë të drejtë me bë negociata, me bë marrëveshje. Të gjithë muslimanët ishin shumë të mërzitur, mirë po ai që e pati guximin, domethënë apo si me thënë një farë mënyre zemrimi i tij doli më shumti në shesh ishte Omeri radiallahu anhu. Ai shkoi te pejgamberi alayhis salam edhe filloi me disa pyetje retorike. Duke i thënë: "O pejgamberi i Allahut, a mos vallë ne nuk kemi të drejtë? A mos vallë s'është e vërteta në anën tonë e jo në të tyrën?" Pejgamberi alayhis salam i thotë: "Po, ne kemi drejtë, edhe e vërteta është në anën tonë." Pastaj vazhdon Omeri: "O i dërguari i Allahut, a do të hyjnë vrarët tanë në xhenet, kurse të atyre në xhehenem?" "Po, do të hyjnë," i thotë pejgamberi. "Pa pse pja bën këto pyetje, domethënë derisa na jemi me të vërtetën, edhe na, edhe nëse vdesim edhe luftojmë, prap se prap hyjmë në xhenet, pse po ja adhurojmë këtë padrejtësi atë? Thot pse atëherë të turpojmë fenë tonë dhe pse të kthehemi nuk e lam që Allahu të gjykojë mes nesh dhe atyre." Domethënë zemrimin po e paraqet me këtë fjali. Allahu qoftë i kënaqur. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë: "O biri i Hatabit, unë jam pejgamberi i Allahut, nuk kam dashur të jem i padëgjueshëm ndaj tij." Me një fjalë po i thotë: "Allahu më ka urdhëru dhe aq për mua. Ma shumë nuk ka këtu çka me diskutu. Kur Allahu më urdhëron, unë jam pejgamberi i tij dhe i bindem Allahut edhe pse ty prapë duket që kjo gjë nuk është nuk ish dashur kështu me pra këtë gjë po e shpjegoj vetë, domethënë se ai ka thënë vetëm o bire i Hatabit, unë jam pejgamberi i Allahut dhe nuk kam dashur të jem i padëgjueshëm ndaj tij." Pastaj thot pejgamberi alayhis salam: "Allahu do të më ndihmoj dhe kur nuk do të më lej vetë, kur nuk do të më braktis." Por nuk mjafton me kaq Omeri, vazhdon. Thot: "A na thete që do të shkojmë në Mekë dhe do të hyjmë në domethënë do të hyjmë në për ta bërë umrë." Sepse pejgamberi alayhis salam pra e ka pa në ëndër, kemi shpjeguar në pjesën e parë që do të hyjnë ai edhe sahabët në Mekë dhe ta bëjnë umrë. Dhe pejgamberi alayhis salam i thotë: "Po, dhe me që kam thënë kështu e kam pa ëndrrën edhe do të hyjmë, por nuk kam thënë që do të hyjmë këtë vit." Ose ka cek pejgamberi alayhis salam, janë nis me një jetë për këtë vit. Mirë po, po don me siguru se përderisa
e kam po atë ndër kemi me hy, sepse ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, po që ja po del që urësia e Allahut jo këtë vit, po vitin tjetër. Kështu që janë marrë vesh me ta. Dhe Omeri shkon pas kësaj që flet kështu me pejgamberin alayhis salam, shkon tash te Abu Bekri, ende i paknaqur. Dhe këtu shihet epërsia e Abu Bekrit dhe maturia e tij. Shkon me fjalë të njëjta. Pse ata, domethënë, na bën këtë padrejti, a nuk jemi na vota, nuk jemi na që Allah na ndihmon, pse me lënë etj etj, dhe i drejtohet, domethënë që kjo është fjalë pak më e veçantë të dëgjosh prej Abu Bekrit, që është shumë i zakonisht në gjithë sira tregohet maturia dhe butësia e tij. I drejtohet pak më ashtu, duke thënë, o burr, ai është i dërguari i Allahut. Po ti që domethënë ti që po flet tani e po nxjerr fjalë pse vepruam kështu, pse s'vepruam ashtu, mas pari duhesh me ditë që është i dërguari i Allahut dhe ai nuk ka me ndodh asnjëherë mos me respektu Allahun subhanehu. Pra, me këtë e kthiell Omerin nga ajo që kishte subhanallah, ishte një farë mënyre, ishte habitur prej mërzisë edhe prej mlefit që e kishin bë aq pa drejt jo besimtar. Dhe me të vërtet, Omeri për një moment fillon me mendu çfarë bëra. Thënë sepse thënë që jo pse farë mënyre ka pas diçka në zemrën e tij që pejgamberin alayhis salam ose për mos respektimin e tij etj, mirë po për hir të Allahut, kjo gjendje që e donte Islamin, e donte pejgamberin alayhis salam dhe e donte, domethënë donte që muslimanët jenë të ngritur dhe e urrente që jo besimtarët lozin me ta, kjo e kishte bërë që të reagojnë në këtë mënyrë. Mirë po, siç e shohim domethënë në vazhdim, shohim se nuk është mënyrë e duhur që të shkosh edhe të debatosh me pejgamberin alayhis salam. Mirë po, ndoshta ky ka qenë i vetmi që ka qenë i zëshëm dhe ka shku te pejgamberi alayhis salam. Mirë po shohim disa argumente në sira që pastaj kanë tregu, domethënë sahabët, që gjithë janë pjesë njësoj. Të gjithë kanë pas shumë mbledh dhe shumë zemrim me këtë çfarë po ndodh. Saht ibn Hanif, një prej sahabëve, në një luftë që është bërë më vonë, në luftën e Sifinit, i thret njerëzit me këtë fjali. O njerëz, çdo herë fajsoni veten nëse keni mendim ndryshe nga Kurani dhe Suneti. Pse po e thot ai këtë gjë? Sepse pikrisht këto që kanë pas mendimin ndryshe, të gjithë që ç'është mi alo një besimtarëve, pse ata neve me na mashtru, pse ata neve me na bë këtë padrejtësi e tjera, pra pikrisht këtu ka me ardhur tash situata në qatë mënyrë që krejt kanë mu binë që ka qenë më e mirë kjo që e ka bë pejgamberi alayhis salam këtë marrëveshje. Pra për momentin ju ka duk si padrejtësi, por vetëm disa qaste më vonë, disa orë më vonë e kuptojnë që subhanallah, Allahu ka pas një test për ta dhe dhe të shohin që ka qenë më mirë që e kanë bë ashtu, edhe pse në shiqim të parë atyre ju ka duk që nuk është e vërtetë. Pra, kështu ju drejtohet Sehli në këtë luftë. Dhe ju thot që dijeni që nëse jeni në dilemë mes mendimit juaj dhe Sunetit, dini që gjithmonë Kurani dhe Suneti është mendimi i drejtë, ndërsa juaje, nëse nuk është përputhje me të, dini se ju e keni gabim. E nuk mund ta ketë gabim domethënë fjala e Allahut në Kur'an apo ajo që ka thënë pejgamberi alayhis salam.
Dhe pastaj vazhdoni dhe ju thot, në ditën e Ebu Gjendelit. Subhanallah, sa interesant. Pra ka disa transmetime kështu, qaq e rënd ka qenë kjo ditë, ky moment, kur e kam po në atë gjendje një musliman që po vjen edhe po kthehet, sa që këtë ditë e kanë quajtur dita e Ebu Gjendelit. Shumë interesant kjo çështje. Me thënë, tër ditën e kanë qenë dita e Ebu Gjendelit. Ngjarje shumë e madhe, pra po bëhet marrëveshja e Hudejbijës e tjerë, po për me theksu këtë gjendjen e tyre emocionale shumë të rëndë që e kanë pas, e kanë qenë dita e Ebu Gjendelit. Dhe thot, në ditën e Ebu Gjendelit, nëse e kisha refuzuar ndonjëherë urdhrin e pejgamberit alayhis salam, e kisha refuzuar atë. Pra po thot që se kam refuzuar kur, gjithmonë ju kam bin pejgamberit alayhis salam. Por nëse shikon ai ditë që ka mujt me rshit edhe mos me dëgju, Allah na rujt, po Allah i ka rujt. Domethënë sahabët që mos me deviju prej kësaj pune, dhe thot ka qenë ajo ditë. Elhamdulillah që i ka bën një gjë të tillë. Subhanallah, dhe Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, gjithmonë për jetën e tij e ka brejt kjo që ju ka kthy kështu. Pse ju ka kthy kështu pejgamberit alayhis salam? Sepse tu që ka qenë gabim, dhe këtë gabim të tij tër jetën është mundu sa i ka rënë mend me plotësu apo me përmirësu duke bërë shumë vepra të mira. Domethënë ka shtu shumë vepra, ka agjeru shumë, ka liru robër, ka dhënë sadaka, shumë vepra vullnetare, nafile ka bë, duke lutur Allahun që t'ia fal vetëm se ka fol me pejgamberin. Pra edhe pse është, se analizoj pak hidhrimi i Omerit, ishte nga dashuria për Islamin, jo nga hipokrizia. Se kemi rastin tjetër kur i kemi shpjeguar disa raste, domethënë të hipokritëve. Ata pra dhe qeshnin, talleshin me vendimet e Kuranit, apo domethënë kishin në ato deklaratat e tyre thumbuse, kishte tallje me pejgamberin alayhis salam. Si për shembull në luftën e fundit, në luftën e Ndekut, kur thanë ky po na tregon këtu neve qysh ka me ra Persia e perandoria romake në dorën e muslimanëve, shikon atë gjendjen, domethënë as buks po kemi me hëngër, dhe nga Afrika as deri në banjos po mujim me shku. Domethënë këtë mënyrë e kanë, kjo është hipokrizi. Ndërsa kjo çështja e Omerit është se ai nuk e ka respektu mendimin e pejgamberit alayhis salam, apo Allahu na rujt mu tall me ta apo diçka tjetër. Po edhe këtë hidhrim që e ka pas prej dashurisë madhe për Islamin edhe dëshirës madhe që Islami me triumfu. Po subhanallahu, me të vërtetë motra është shumë me rëndësi prej sirës me marrë disa mësime. Me reflektu shumë se shpesh jemi të ngutshëm, edhe ato në emër të devotshmërisë. Dhe kërcejmë në disa konkludime që janë shumë gabim. Qoftë njëri me tjetrin, qoftë ndaj dikush që është përgjegjës për neve, dhe duhet me pas kujdes. Sepse njerëz jemi dhe mund të gabojmë. Domethënë çdo gjë duhet me pas maturi shumë të madhe. Nëse një gjë urdhërohet, nëse një gjë, domethënë një palë tjetër e besimtarëve thotë ndryshe, ke diçka mirësi në to dhe mos në emër të devotshmërisë, në emër të hakut, si thojnë disa, të mos i pranojmë disa realitete. Një mësim i rëndësishëm këtu që mirët është se lejohet me shpreh mendimin tënd para vendimit të prisit. Pra, pejgamberi alayhis salam nuk e çortoi, nuk e kritikoi Omerin pse e kishte këtë tendim, pse e tha kështu. Prandaj domethënë është në si me thënë në jurisprudencën islame që nëse prisi sipas Islamit duhet të respektohet maksimalisht. Mirë po, është e drejta e shprehjes së mendimit.
Pra jo deri në këtë mos, qysh është në demokraci tash që mund është në emër të shprehurit të lirë me shku dhe me ofendu prisin e me thënë çka dush ti dhe mu arsyetu, valla, po është mendimi jem, është e drejta, domethënë e të shprehurit të lirë, jo deri në atë mos, po jo në mos sa kalon në ofendim për dikë pa pas argumente, po në mosën e shprehjes mendimit tënd. Edhe nëse është pris, munësh me shpreh mendimin tënd siç e ka thënë këtu. Omeri Allah qoftë i kënaqur me të. Ë Pasi që u mur domethënë vendimi që do ta respektojmë këtë marrëveshje, kaloi rasti e Bugjendel, pejgamberi alayhis salam ju dha urdhër shokëve të vet që do t'i në umre s'po muj me hy, mirë po do t'i prejmë kurbanën dhe do t'i qepim flokë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot sahabëve sa herë këtë gjë. Dhe ata nuk lëvizin. Pra kjo gjendja shumë e rënduar e tyre, emocionale, shpirtërore, keqa përjetun me Bugjendel, me këtë marrëveshje, do të thënë që ju dukte se janë nënçmu, i bënte ata që të ishin të hutuar. Për herë të parë, domethënë në sira shihet diçka e tillë se zakonisht kur diçka pejgamberi alayhis salam aty për aty i ka urdhëru, menjëherë kanë zbatu sahabët. Pra vetëm para disa ligjëratave e kishim rastin kur domethënë një prej atyre ndërmjetësuesve që erdhi pejgamberi alayhis salam shkonte Kurajsh dhe thotë nuk kam pa mbretër të ndryshëm, por s'kam pa asnjëherë që janë aq lojal ata që janë rreth tij, sikurse që ishin këta shokët e Muhamedit me të. Po në këtë rast ata nuk po lëvizin. Dhe pejgamberi alayhis salam hyn në tent dhe ishte me Umu Seleme, nënën e besimtarëve, me gruan e tij Umu Seleme. Dhe i thot, i shqetësuar se ju kam thënë që fillojnë me prerjen e kurbanit, fillojnë me qetjen, por asnjë prej tyre nuk po e bën këtë gjë. Atëherë Umu Seleme i thot, ja Resulullah, thot, pse s'po del ti i pari, edhe të fillosh ti qetjen për vete dhe ta presh kurbanin dhe ata do të dëgjojnë, do të bëjnë gjithë pas teje. Kështu që pasi që fillon i pari pejgamberi alayhis salam, gjithë shtyhen se cili do të vazhdojë dhe do ta pasoj thënë pejgamberi alayhis salam. Në këtë rast domethënë është treguar një hadith që pejgamberi alayhis salam i ka thënë që i qetin flokët dhe ata ka thënë a bën edhe ti prej, domethënë që mos t'i qetin krejt, por vetëm ti prej. Dhe pejgamberi alayhis salam i thot, domethënë i thot për shpërblimin, se ai i cili qet flokët do t'i shlyhen mëkatet, ata i thonë edhe ai që i pren, dhe pejgamberi alayhis salam prap thot ai që i qet flokët. Dhe ata i thonë prap, edhe ai që i pren, dhe prap pejgamberi alayhis salam për 30 herë thot kështu, dhe pastaj thot edhe ai që i pren. Dhe prej kësaj kuptohet që dietarët thonë se është 3 fish shpërblimi më i madh për atë që i hek krejt flokët, sesa për atë që vetëm i pren, por që është e lejueshme dhe ka shpërblim edhe ai që vetëm i pren pak. Kjo është fjala për burra sepse për gra domethënë nuk është obligative qetja komplet flokëve, por duhet vetëm t'i pren pak flokët. Pasi që Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të, flet me Ebu Bekrin, e kupton gabimin e tij, pra e kupton që nuk është dashur domethënë në atë mënyrë ti thot pejgamberit alayhis salam, sepse edhe pse është po arsyetojmë vazhdimisht se është mendimi i tij, këtë e ka bë për dashurisë për Islamin, e krejt mirë, po vetë kjo çështja për me shku domethënë edhe mi thënë mja përmend ato, a jemi na ma të mirë, a jemi ne që kemi ndihmën e Allahut, domethënë është një farë mënyre që pse s'po e bëjmë këtë gjë.
Dhe nga vetë përgjigja e pejgamberit alayhis salam se thotë unë jam i dërguari i Allahut dhe respektoj Allahun, pra këtë gjë është dashur gjithë ta mendojnë se pejgamberi alayhis salam nuk bën asgjë nga hamendja e tij, pra ashtu siç i ka urdhëruar Allah. Dhe Omeri shkon dhe i afrohet gjatë kthimit, pra i afrohet te devja e pejgamberit alayhis salam dhe i jep selam pejgamberit. 3 herë i jep selam për pejgamberin alayhis salam nuk ja kthen. Dhe aq shumë mërzitet, aq shumë pendohet Omeri, sa që flet vetë me vete dhe thot, le të fillon me qajt nëna Omer, se e pak më thënë pejgamberi alayhis salam mu i dhuru mu, mos me ma kthy selamin. Dhe në ato momente, domethënë të mërzisë së tij, vjen dikush, një sahabe i thot, o Omer, thot, eja se po të thret pejgamberi alayhis salam. Dhe subhanallah, ai me gëzim shkon me njëherë që po e thret, edhe pse, sipas një transmetimi, kishte frikë që tash po më kthen, ka më thënë ndonjë fjalë të rëndë, po më përjashtu prej muslimanëve ose diçka. Dhe sa po i afrohet pejgamberit alayhis salam, e sheh pejgamberi alayhis salam se ju ka hequr ajo fytyra, domethënë e mërzitur e rënd dhe i duket një fytyrë shumë e lumtur, me një buzëqeshje, ashtu se e bën vetëm njeri që është domethënë në kulm të lumturisë. Dhe arsyeja e kupton që i tregon pejgamberi alayhis salam që i ka zbritur surja Fat. Kjo sure që herën e ardhshme do të miremi më shumë me komentimin e saj, por kjo sure i përgëzon, i jep myshde muslimanëve, po Allahu në ajetin e parë thot, me të vërtet ne do t'ju japim një fitore të qartë, shumë e qartë, domethënë si kristali e qartë, fitore e madhe, fitore për muslimanët. Pra Allahu ju garanton që ka me ju dhënë fitore. Prej kësaj gjendje të mërzitur, çfarë ka ndodhur me Kurejshit, pra po kthehen pa umre, ishin aq të etur me pa Qabën, aq shumë ishin mërzitur, domethënë që tër këtë kohë, pra nuk ishin prej Mekës kishin shku në Medinë dhe nuk e kishin parë, kishin kalu shumë gjëra të vështira, domethënë dëshira e tyre shumë e madhe, krejt muslimanëve ishte që të hyjnë dhe paramendoj po kthehen, mërzitur në anën tjetër, marrëveshja me padrejti që kur të vinë muslimanët e jo nuk i lejojmë, në anën tjetër rasti e Abuxhendit, gjitha këto, por ja tash Allahu po i përgëzon që krejt këto teste që ai keni kalu këto sprova, Allah do t'i shpërblej. Dhe shure domethënë që flet se si Allah do t'jetë Allah është i kënaqur me ta, se si Allah do t'i fut në xhenete ku rrjedhin lumej, kanë shpërblim të madh, është një sure shumë e bukur që e ka bërë shumë të lumtur pejgamberin alayhis salam. Dhe është një sure që sipas transmetimeve kuptohet që ka zbritur e tëra. Domethënë tërë surja ka zbritur për një herë, pra jo pjesë. Dhe kur pejgamberi alayhis salam ja citon Omerit këto ajetet e para që me të vërtetë do t'i japin një fitore të pastërt, ai hyp mbi devën e tij dhe fillon me shku prej fillimit të ushtrisë e deri në fund e të kthehet prap duke i thënë këto ajete kuranore. Pra duke i njoftu gjithë se ja çfarë ka ndodhur, Allahu ka na ka përgëzu që ka me na dhënë fitore. Pra një vërtetim i të gjithëve që ka qenë drejta e çfarë ka bërë pejgamberi alayhis salam, sepse Allahu domethënë e din më mirë se çka është e mira për ne dhe pejgamberi alayhis salam zbaton atë çka ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Domethënë kjo sure në përgjithësi shpjegon çfarë ranku të lartë kanë sahabët, që krejt të sprova që ai kishin në këtë rrugtim i kalojnë.
Pra para dy ligjëratave kemi thënë se ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhis salam që do të luftojnë me të, edhe pse kur ishte rasti që u vënu Osmani, edhe pse ishin në numër të pakt, ishin të lodhur, të raskapitur prej rrugës, ishin pa armë të mirëfillta, por megjithatë e kalun protest, ja dhanë besën pejgamberit alayhis salam, dhe tani kjo sprova tjetër dhe në fund Allahu po i përgëson që tash e mas çka do të vi, domethënë diçka e mirë për ta. Pra, në përgjithësi surja përmban myshde për fitoren e vazhdueshme të muslimanëve. Ë Këto, kjo marrëveshje, pra, do të ketë disa rezultate. Ë Do të ketë disa, si me thëmë, pasoja, disa gjëra që do të vinë, domethënë, më pas. Pra, ky udhtim, çka e shpjeguam në këto ligjërata marrëveshjen e Hudejbijës, ishte udhtim që zgjati 20 vjet. Dhe kur erdhe, kur erdhe në Medine, ka qenë një rast i një muslimani që kishte ardhur para tyre, domethënë në Medine, Ebu Besir, për ta pranuar Islamin, pra kishte ardhur prej Mekës. Dhe pejgamberi alayhis salam nuk i thot asgjë, sepse në marrëveshje, domethënë ishte e shkruar që do të kthehen, por derisa ata nuk e kërkonin, pejgamberi alayhis salam nuk i tha një herë asgjë. Mirë po, kur vinë dy të dërguar prej Mekës që ta marrin Ebu Besir, pejgamberi alayhis salam detyrohet që t'ja jepë. Dhe Ebu Besir shkon me ta dhe rrugës, duke udhëtuar me ta, me ata dy persona, e nxjerr shpatën e njërit prej tyre, e vret, dhe ky tjetri ik dhe kthehet në Medine, kërkon mbrojtje te pejgamberi alayhis salam, dhe Ebu Besir thot, o i dërguari i Allahut, ti mos ke përgjegjësi se unë ti më dorëzove te këta, por unë jam ai që e arrita këtë gjë. Ndërsa pejgamberi alayhis salam i thot, thënë, ka dalë me të vogël, thot sa luftëtar i Zoti është Ebu Besir, sikur ta shfrytëzonte këtë gjë mirë. Me këtë ja dha të kuptoj që nëse ata vinë, unë prap duhet me dorëzu te ata. Si një farë sinjali që të paktën me ikë prej Medinës. Dhe Ebu Besir me të vërtet e kupton këtë gjë dhe ikën në një qytet bregdetar dhe atje pas një kohe Abu Gjendel dëgjon që ishte domethënë afër Mekës dhe ikë prej Mekës sepse në Medinë nuk ka shansa që të shkoj, po edhe nëse shkon duhet ta kthejnë, dhe shkon edhe ky i bashkangjitet Ebu Besir. Dhe dal nga dal ju bashkangjiten edhe tjerët që i kishin pranuar Islamin. Derisa subhanallahu arrin në 80 persona. Dhe çfarë bëjnë këta? Domethënë Mekë nuk po lejohen të rinë. Në Medinë nuk po lejohen me shku me gjallëru me muslimanët. Atëherë duhet disi të jetojnë. Çfarë bëjnë? Fillojnë karavanet e kurrejshve t'i sulmojnë dhe domethënë të marrin prej atyre karavane. Dhe aq shumë i bënin këto domethënë sulme në mënyrë të vazhdueshme, saqë detyrohen kurrejshët edhe i thonë shkojnë në Medinë te pejgamberi alayhis salam e i thonë po e heqim atë pikë. Vetëm merri këta 80 se na kanë bë, domethënë presion të madh vazhdimisht duke na sulmu karavan. Pra, subhanallah, për një kohë të shkurtër, Allahu ju bën zgjedhje tjetër. Vetëm duhet me prit pak muslimanë. Nuk duhet mungu, duhet me bë sabër, sepse kjo krejt ka qenë një test te Allahut, një sprovë që t'i ngrit ata pastaj. Dhe pra, si përfundim këta të 8 vjetit, shkojnë në Medine me vetë lejen e Kurejshit. Pra pa e prish pejgamberi alayhis salam marrëveshjen, pa pasur nevojë çka prej marrëveshjes.
Ë, është me të vërtet një mësim për neve çfarë imani kishin këta sahab. Pra, paramendoni domethënë vetëm një veten si me thonë, në lëkurë të Ebu Gjendel, që ka prit 6 vjet, është torturu, është maltretu prej familjes së afërt, prej fisit, prej, domethënë, idhujtarëve, kurreshve që ishin aty, dhe ka ndru qysh me ikë me shku te musliman, në fund po shkon te musliman dhe musliman s'po e ndihmojnë. Po ju lutet o musliman, a do të më kthy prap dhe ata s'po e pranojnë. Pra një gjendje shumë e vështirë. Mirë po shikoni, këtu është mësimit e imani. Imani i madh i Ebu Gjendel. Ai e dinte që e vërteta realiteti është në islam. Dhe kjo nuk bëri që ai tash të zhgënjehet, edhe pse në atë moment e tregoi musliman që është po mbleni mu kthy. Por imani i tij nuk e bëri që ai nuk mos të dorëzohet. Subhanallahu, në sprovën më të vogël, muslimanët e sotit janë nisën me shajt muslimanët. Që musliman, çdo ta bëjnë, të lojnë llaç e tjera edhe subhanallahu ka raste që një zhgënjim më të vogël e lën krejt islamin. Allahu na ruaj. Ndërsa edhe Ebu Besir dhe Ebu Gjendel nuk i ndaloi kjo që muslimanët s'po i ndihmojnë, që ata me vazhdu prap me jetu në islam. Dhe shikoni fjalët e pejgamberit alayhis salam, si tha o Ebu Gjendel, bëj sabër se Allahu ka me të qelë rrugë, Allahu ka me të dhënë rrugë zgjedhje. Dhe domethënë për një kohë shumë të shkurtër, me të vërtetë Allahu i hapi rrugë dhe domethënë që gjithmonë veç në atë mënyrë qysh e shohim na, veç kjo mënyrë është që ish dashur mos sill musliman me neve, përndryshe nuk pranohen. Pra, ka mënyra që duhet me pas sabër, duhet me duru, se ndoshta Allahu në qatë mënyrë nuk ta ka caktu me bë ti zgjidhjen tënde të jetës, po mos me humb shpresën se shumë shpejt Allahu ta bën një zgjidhje tjetër që ndoshta ka me qenë më e dobishme për ty. Në këtë kohë ka ndodhur edhe një gjë tjetër, më thënë që pejgamberit alayhis salam i vjen në Medine edhe një grua. Më thënë kjo ishte Umu Kulthum, e cila ishte vajza e Ukbe ibn Muit. Ukbe ibn Muit me tregu shumë raste tregimin e tij dhe përfundimin e tij që ka maltretuar shumë pejgamberin alayhis salam, ato zorët e mbushura të devës që ja ka qitë kokë pejgamberit alayhis salam me shumë gjëra të tjera. Po Allahu, domethënë e shkatroi atë dhe vdiq. Dhe pra në luftë me muslimanët. Dhe vajza e tij, Umu Kulthum, e kishte pranuar Islamin. Dhe kjo ishte, domethënë, prej një familjes të ngritur të Mekës. Pra, Ukbe ibn Muit ishte prej prizave të Mekës. Dhe ajo ikë dhe vjen në Mekë. Pra, largohet pra prej burrit të saj idhujtar dhe vjen në Mekë. Dhe tani çfarë të bëj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallahu, me që marrveshja ishte, pra marrveshja ishte nëse ndonjë burr, pra siç ke thënë Suheli, nëse ndonjë burr vjen tek ju, po në anën tjetër, me këtë fjalë që thuhet nga një herë, domethënë kuptohet ndonjë njeri, pra të dy gjinit. Prandaj pejgamberi alayhis salam ishte në dilemë se çfarë përgjegjësi ka tash, a duhet ta kthej edhe këtë grua apo jo. Dhe zbret ajeti kuranor, domethënë ku Allahu i thot pejgamberit alayhis salam që mos t'i kthejnë ato, sepse marrveshja është bërë vetëm për burra. O ju që besuat, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura prej Mekës, provoni besnikrinë e tyre, ndërsa Allah e di më së miri për besimin e tyre. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato te jo besimtarë. Sepse as ato nuk janë të lejuara për ta, e as ata nuk janë të lejuara për tu. Pa këtu disa dispozita nxjerren prej këtij ajeti kuranor. Pra,
kjo është shumë e rëndësishme që nuk lejohet një muslimane më koni martuar me një idhujtar. E ju jepuni atyre, pra burrave të tyre jo besimtarve, atë që kanë shpenzuar për to në emër të kurorëzimit. Pra subhanallahu shikoni drejtësinë e Islamit, edhe në këtë rast kur ai është jo besimtar burri dhe po shpëton një besimtare, domethënë po ndahet prej tij, megjithatë në aspektin e dynjos nuk duhet me mbet borxh. Pra atë që ja ka dhënë si meher duhet m'ia kompenzu atij sepse e ka thënë për një gru që tani më nuk e ka gru, është nda me të. Pra i këshillon besimtarët që m'ia kthy mehrin atij jo besimtar dhe pastaj kjo është e lirë që të martohet me një musliman. Kështu që domethënë pejgamberi alayhis salam gratë të cilat u kthyen në Mekë, pra nuk e zbatoi atë që e zbatonte për burrat. Dhe me një ngjarje të fundit po e mbyllim këtë ligjërat është rrugës duke u kthyer prej prej këtij udhëtimi 20 ditor, të lodhur me këtë këto emocione, këto gjëra që kishin kaluar, pra jemi 4 ligjërata duke shpjeguar gjithë këto ngjarje që kishin ndodhur, vinë të flajnë në një vend, domethënë për të pushuar, si me mbri në Medinë, dhe Bilali që ishte muezin e kishte përsipër që t'i thriste në namazin e sabahut. Por Bilalin e merr gjumi, domethënë nuk i del gjumi, dhe jo vetëm atij, po tërë ushtrisë dhe pejgamberit alayhis salam nuk i del gjumi. Atëhere, kur fillon disave me m'ju dal, për shembull Abu Bekri afrohet te pejgamberi alayhis salam dhe thot subhanallah, subhanallah, Allahu ekber, pra nuk e zgjon pejgamberin alayhis salam duke prekur, duke e tundur, po duke bërë dhikr. Dhe qohet pejgamberi alayhis salam dhe kur e sheh se çfarë ka ndodhur, Bilali qohet pastaj, ju thot sahabëve, domethënë që të përgatiten me njëherë të largohemi prej këtij vendi, domethënë e lidh këtë vendin me dikimin e shejtanit që të gjithë kanë flajt, dhe thotë largohemi edhe pas pak, domethënë e falin namazin e sabahut. Pra ka urtësi edhe në këto, edhe në këtë ngjarje të fundit, domethënë pejgamberit alayhis salam sipas transmetimeve, pra një herë i ka ndodhur kjo që mos falet sabahu. Disa dietarë janë të mendimit se 2 herë, edhe një herë në luftë. Dhe disa janë të mendimit që është vetëm ky rast, një herë. Pra në të dy rastet ose në një rast është jashtë shtëpisë së tij, pra kur janë në udhëtim janë të lodhur. Dhe rast tjetër është namazi i ikindis, që ai nuk është që pse kanë flajt se kanë fal, po aq shumë kanë pas shigjeta prej anës armikut, pra në luftën e Hendekut, e kemi shpjeguar këtë gjë, saqë tërë kohën ata domethënë duke qenë në betejë me ta, duke u mbrojtur prej atyre sulmeve, atyre shigjetave që i qonin, kishte ardhur koha e akşamit pa e falur ikindin. Dhe pejgamberi alayhis salam pra i mallkon kur e kupton që ka kalu koha, në atë kohë ende nuk ishte zbritur namazi, nuk ishte domethënë mësuar namazi i frikës, që e shpjeguam para disa ligjërata që prej asaj kohe domethënë është kuptuar që ushtria duhet të falet, gjysma falet me pejgamberin alayhis salam, gjysma bën roje. Pastaj vazhdon pejgamberi alayhis salam dhe gjysma tjetër i bashkangjitet, të tjerë hiqen. Pra 2 rekate ata, 2 këta. Por në atë kohë nuk ishte zbritur dhe kështu që këto gjëra me urtësinë e Allahut janë bërë që neve t'i kemi shembull sot për ligjin që është, për rregullat që janë, për fikun që është lidhur me namaz. Pra Allah ka dashur që të ndodhin këto 2 raste në mënyrë që ne të kuptojmë. Çka kuptojmë atë të namazi i kindis, domethënë është
është shumë keq me mbet pa fal deri në kohë të akşamit. Pra, drekës dhe ikindis mund të bashkohen të falen kohët ikindis nëse njeriu ka ndonjë arsye. Por ikindia të lihet pas akşamit kjo s'bën kurse. Vetëm këtë rast që prej sulmeve të shumta nuk kanë arrit me fal namazin. Pra edhe kur je smur edhe gjitha duhet mu fal, ndoshta të shkurtohet namazi, të lehtësohet, por jo të lihet pa fal deri në kohë të akşamit. Po nëse raste ekstreme si kjo e lutës ndodh një gjë e tillë, pra mësojmë që fiku i namazit që nuk është falur është ashtu që para se me fal namazin që është i kohës, e fal atë që ka mbet pa u fal. Pra çfarë bëri pejgamberi alayhis salam, e fali ikindin, pastaj akşamin që ishte koha e akşamit. Dhe prej kësaj pra është rregulla që ne sot e mësojmë që njerëzit mund me ndodh ndonjëherë një gjë e tillë, pra që namazi i humbur falet i pari, pastaj namazi që është koha e tij. Dhe kjo tjetra domethënë që e mësojmë që namazi i sabat nëse ka ik, nëse ke flajt, nuk ke mujt më qu, atëherë kur të qohësh e fal namazin e sabat. Pra këto ishin ngjarje të cilat kanë ndodhur në këtë kohë dhe që ne sot pra si me thënë, e kemi të kompletuar dinin ton, fenë ton, edhe i mësojmë këto gjëra. Domethënë janë të ditura tani edhe është shkencë në vete, domethënë shkenca e fikut, e jurisprudencës islame, po dihen gjitha rregullat si edhe pse. Pra me urtësinë domethënë e këtyre ngjarjeve, shohim se Allahu ka dashur që të ndodhin kështu që të gjitha rregullat çka janë në fenë tonë të jenë prej kohës së pejgamberit alayhis salam, pra të përjetuara gjatë asaj kohe. E këto të tjera domethënë që vijnë që nuk kanë ndodhur atëherë për këto duhet të bëhet ijtihad, pra përpjekje për t'ia qelluar atë që është më e saktën duke e krahasuar me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Motra të dashura, Allahu ju shpërbleft për pjesëmarrjen, për durimin dhe lut Allahun që jemi të regjistruar prej atyre që e dojnë pejgamberin alayhis salam dhe e pasojnë